A e ke vënë re se sa shumë energji harxojmë duke shpjeguar veten tek persona që as nuk janë të interesuar? Mendoje, sa herë ke justifikuar vendimet e tua duke mbrojtur ëndrat e tua, apo duke pritur që dikush të t'jap leje që ti të ndjekësh atë që do? Çdo sekond që ti kalon duke u përpjekur të dëshmosh veten tek të tjerët, është një sekond që ti po e vjedh nga progresi yt. Është koha të ndalosh. Në momentin që ti e kthen fokusin drejt vetes, çdo gjë në jetën tënde nis të ndryshojë. Do thuash pse? Sepse suksesi nuk vjen nga e folura rreth asaj se çfarë do të bësh. Suksesi nuk vjen nga përpjekjet e tua për të bindur të tjerët se ti je i aftë. Suksesi vjen nga veprimi, vjen nga disiplina. Suksesi vjen duke mbështetur veten dhe duke qenë aty për veten tënde çdo ditë, kur nuk të shikon askush. Shumë njerëz nuk marrin në jetë atë që duan, sepse janë shumë të shpërqendruar. Ata lejojnë që zhurma e botës të zërë rrugën e progresit të tyre. Ata kalojnë me orë të tëra në rrjetet sociale duke krahasuar jetën e tyre me të ndonjë personi që jetën e tij në rrjetet sociale e prezanton si ideale, por harron se idealja nuk ekziston. Ata shqetësohen se çfarë do të mendojë familja apo miqtë e tyre. Nëse ata zgjedhin një rrugë tjetër, ata harxojnë energjinë e tyre duke debatuar me njerëz të cilët si fillim as nuk kanë qëllime të mira në zemrat e tyre. Duke vepruar kështu, shumë prej nesh e përfundojmë ditën me energji të shterruar, të nevrikosur, të irrituar dhe të ngecur në të njëjtin vend. Por më lejo të them diçka. Kur ti eliminon shpërqendrimin, kur ndalon së shpjeguari, kur përqendrohesh në atë që ka vërtet rëndësi, pikërisht atëherë ti bëhesh i pandalshëm. Sepse e vërteta është se suksesi ndërtohet në heshtje. Ndërtohet në mëngjeset e hershme kur dikush tjetër nuk është zgjuar. Ndërtohet në momentet kur ti vendos ti përkushtohesh punës, në vend se të kërkosh leje apo afirmim nga të tjerët. Ndërtohet në momentet kur ti vazhdon betejën tënde, edhe nëse askush nuk është duke duar trokitur për ty. Ti nuk ke nevojë për audiencë, ti nuk ke nevojë për miratim. Ajo që të duhet është qëndrueshmëri. Sa më shumë të fokusohesh tek vetja, në rritjen tënde, në disiplinën tënde, në nxënjen e dijes, çdo gjë rreth teje nis të funksionojë në harmoni. Duke vepruar kështu, ti tërheq më shumë mundësi. Ti fillon të marrësh vendime më të zgjuara. Fillon të kesh më shumë vetbesim. Jo sepse ashtu të ka thënë dikush tjetër, por sepse ti ja ke dëshmuar vetes se je mjaftueshëm i mirë, apo e mirë, dhe këtë e ke bërë përmes veprave të tua dhe jo përmes fjalëve. Tani më lër të jem e qartë. Kjo nuk do të thotë se duhet të izolosh veten apo të ndahesh nga bota. Ka të bëjë me kujdesin që të mbrosh energjinë tënde. Duhet të jesh selektiv se tek kush do ta investosh kohën dhe vëmendjen. Ka të bëjë me faktin që duhet të kuptosh se jo çdo bisedë meriton përgjigjen tënde. Jo çdo mendim meriton vëmendjen tënde. Dhe më e rëndësishmja, jo çdo kush meriton të ketë qasje në mendjen tënde. Kur mëson të ruash përqendrimin tënd, ti arrin të fitosh kontroll ndaj jetës tënde. Pjesa më e mirë kur punon në heshtje, kur fillon të mos bësh publike çdo lëvizje tënde, suksesi bëhet i pamohueshëm. Njerëzit fillojnë ta vërejnë. Ata vrasin mendjen se si ja dole. Ata shohin rezultatet dhe tani ti nuk ke nevojë të thuash asnjë fjalë. Suksesi dhe veprimet e tua do të flasin me zë më të lartë se çfarëdo që të mund të thojë ti. Pra, kjo është sfida. Mjaft fole për atë që ke në plan të bësh. Mjaft u shqetësove se çfarë mendojnë njerëzit tjerë. Mjaft prite për leje. Thjesht bëje punën tënde. Përqendrohu tek vetja. Shfaqur çdo ditë dhe më beso, kur të veprosh në këtë mënyrë, çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Mos dysho asnjë moment në vete. Thjesht merr guximin, beso dhe realizoje. Energjia jote është një nga forcat më të mëdha që ti ke. Shumica e njerëzve nuk arrin ta kuptojnë se sa shumë kontroll kanë ndaj realitetit të tyre. Çdo mendim që ke, çdo veprim që ndërmerr, çdo zgjedhje që bën, të gjitha këto i japin formë të ardhmes tënde. Pra, ja ku është problemi. Shumica e njerëzve po e harxojnë energjinë e tyre në vendet e gabuara. Përqendrohen tek ajo që mungon, në vend që të përqendrohen tek ajo që është e mundur. Fokusohen tek shpërqendrimi në vend se të fokusohen tek disiplina. Fokusohen tek mendimet e të tjerëve në vend se të fokusohen tek progresi i tyre. Pastaj vrasin mendjen se përse ndjejnë se kanë ngecur në të njëjtin vend. E vërteta është se jeta është reflektimi i asaj që ti jep vëmendje. Nëse e ushqen veten vazhdimisht me negativitet, nëse e rrethon veten me personat e gabuar, nëse harxhon kohë me gjërat që nuk të shërbejnë, kjo do të reflektohet tek realiteti yt. Por nëse e ndryshon kahjen e energjisë drejt përmirësimit, drejt mësimit,
drejt rrugës për të bërë një version më i mirë i vetes. Bota jote do të nisë të ndryshojë. Më dëgjo, kjo nuk është thjesht një bisedë motivuese. Këtë e mbështet shkenca. Truri yt është i lidhur me gjetjen e më shumë të asaj në të cilën ti përqendrohesh. Nëse ti përqendrohesh tek gjërat negative, truri yt do të kërkojë vazhdimisht për negativitet. Truri do të përzgjedh vetëm gjërat që janë në vijim me mendimet e tua dominuese. Andaj është shumë e rëndësishme që ato të jenë pozitive. A e ke vërejtur, kur përpiqesh të blesh një veturë të re dhe papritmas, çdo kund shikon modelin që ke në mendje, që më parë asgjë arrihet të dalloje. Është truri yt që ja ka filluar punës. Tani, imagjino sikur ta trajnoje mendjen që të përqendrohesh tek mundësitë në vend të pengesave. Imagjino ta trajnoje veten që në vend të problemeve të shikoje zgjidhje. Do të filloj të tërheq më shumë prej asaj që do, në vend që thjesht të pranosh atë që të sjell jeta. Problemi është se njerëzit nuk mbajnë përgjegjësi për atë se ku shkon energjia e tyre. Ata lejojnë që ambienti që i rrethon t'i kontrollojë ata, në vend se ata të kontrollojnë ambientin nga i cili rrethohen. Ata zgjohen dhe menjëherë kontrollojnë telefonin e tyre, për të lexuar lajme, për të kontrolluar rrjetet sociale dhe jetët e të tjerëve, gjë që ua përcakton që në fillim të ditës se si do të ndjehen në vazhdim. Përfshihen në drama, në negativitet, në shpërqendrime të panevojshme dhe pastaj pyesin veten se pse ndjejnë se u ka shtëruar energjia. Por e vërteta është se energjia jote është përgjegjësia jote. Askush tjetër nuk do ta mbrojë për ty. Nëse ti do të ndryshosh jetën tënde, duhet të jesh i vëmendshëm për atë se çfarë lejon të hyjë në mendjen dhe hapësirën tënde. Kjo do të thotë të vendosësh kufi. Do të thotë të thuash jo gjërave që nuk janë në vijim me pikësynimet e tua. Do të thotë se duhet të rrethosh veten me njerëz që të shtyjnë përpara, në vend që të bllokojnë aty ku je. Do të thotë se duhet të zëvendësosh ankesat me veprime, arsyetimet me disiplinë dhe shpërqendrimet me përqendrim. Kur e bën këtë, kur përkushtohesh që ta ushqesh mendjen me mendimet e duhura dhe jetën tënde me shprehjet e duhura, atëherë fillon të shohësh rezultate. Dhe sapo të fillosh të shohësh rezultate, çdo gjë ndryshon. Do të vëresh se gjërat që dikur të shqetësonin nuk kanë më ndikim tek ti. Negativiteti që të shtëronte energjitë as nuk regjistrohet në mendjen tënde. Njerëzit që dyshonin tek ti bëhen të parëndësishëm, jo sepse ka ndryshuar diçka rreth teje, por sepse ti ke ndryshuar. Ti ke arritur ta trajnosh veten që të fokusohesh tek ajo që në fakt ka rëndësi. Dhe kur e bën këtë, kur të gjithë energjinë tënde e vendos në dispozicion për të bërë më i zgjuar, më i fortë, edhe realiteti yt nis të reflektoj. Prandaj, suksesi nuk ka të bëjë vetëm me fatin, ka të bëjë me përshtatjen, ka të bëjë me atë që veprimet e tua, energjia jote, mendimet e tua janë të gjitha të sinkronizuara me jetën që ti dëshiron të krijosh. Nuk është nevoja që të kesh çdo gjë për të zgjidhur në mendjen tënde. Nuk ka nevojë të dish çdo hap. Por duhet të dish se ku e vendos përqendrimin tënd, sepse në fund të ditës ose je duke ushqyer të ardhmen tënde, ose je duke ushqyer frikrat e tua. Këtu po të pyes, ku zgjedh ti të fokusohesh? Sepse kjo zgjedhje jep formë jetës tënde, pavarësisht nëse e kupton tani ose jo. Shpërqendrimet e shkatërrojnë progresin. Kjo është një nga arsyet kryesore pse njerëzit ngecin në po të njëjtën situatë, në po të njëjtin vend për vite me radhë. Jo sepse nuk janë të talentuar, jo sepse nuk janë të aftë, por sepse janë shumë të zënë duke i kushtuar vëmendje gjërave që në fakt nuk kanë rëndësi. Çdo herë që ti lejon të shpërqendrohesh nga negativiteti, nga mendimet e të tjerëve, nga drama e panevojshme, ti je duke vjedhur kohë dhe energji nga qëllimet që kanë vërtet rëndësi për ty. Dhe pjesa më e keqe është se shumica e njerëzve as nuk janë të vetëdijshëm se po veprojnë në këtë mënyrë të gabuar. Pa mendoje një herë sa kohë kalon ti në rrjetet sociale, duke parë se si të tjerët jetojnë jetën e tyre në vend që të ndërtosh jetën tënde. Sa herë ke lejuar që negativiteti dikujt tjetër të prish ditën, të prish humorin? Sa herë i ke thënë vetes se do të fillosh diçka të rëndësishme dhe më pas e ke lejuar veten të shpërqendrohesh nga ky qëllim për ndonjë arsye të pakuptimt? Këtë bëjnë shpërqendrimet, të largojnë nga qëllimi, dhe sa më shumë shpërqendrime të lejosh në jetën tënde, aq më e vështirë bëhet që të përqendrohesh në atë që ka vërtet rëndësi. Le të bëhemi realist,
shpërqendrimet nuk janë gjithmonë të dukshme. Ndonjëherë ato e maskojnë veten si gjëra që duken urgjente, por në fakt nuk janë as të rëndësishme. Si për shembull një argument pa rëndësi, një mbledhje pa nevojshme. Këto gjëra mund të duken të vogla, por kur mblidhen bëhen arsyeja pse ti nuk po bën progres, sepse çdo moment që ti kalon dhe i cili nuk përputhet me synimet e tua, është një moment që do të mund ta shfrytëzoje për të ecur përpara. Për këtë arsye, njerëzit më të suksesshëm në botë janë jashtëzakonisht strikt sa i përket kohës së tyre. Ata nuk lejojnë që dita e tyre të dirigjohet nga shpërqendrimet. Ata nuk harxojnë energji në gjëra që nuk u shërbejnë atyre. Ata e mbrojnë fokusin e tyre, sepse ata e kuptojnë se pa fokus nuk realizohet asgjë. Edhe ti duhet të fillosh të mendosh në të njëjtën mënyrë. Nëse dëshiron të arrish diçka të madhe në jetë, nuk është e llogaritshme për ty që të lejosh të kontrollojnë shpërqendrimet. Duhet të marrësh kontrollin e ambientit që të rrethon, të kohës dhe të vëmendjes tënde. Një nga shpërqendrimet më të mëdha me të cilat përballen njerëzit është opinioni i të tjerëve. Është çmenduri se sa shumë energji harxojmë duke u shqetësuar se çfarë do të mendojnë të tjerët. Hezitojmë të bëjmë lëvizjet e duhura për shkak të frikës së paragjykimit. Nuk hedhim hapa drejt arritjes së qëllimeve sepse nuk duam të na kritikojnë. Por ja si qëndron e vërteta. Çfarë do që ti të bësh, njerëzit do të paragjykojnë. Kështu që pse mos bësh atë që ty të bën të lumtur? Pse të mos fokusohesh në jetën që në fakt ti do, në vend që të jetosh në frikë se çfarë do të mendojnë të tjerët? Në momentin që ti nuk shqetësohesh më për mendimet që nuk kanë rëndësi dhe orienton veten drejt asaj që ka rëndësi, e gjithë rrjedha e jetës tënde fillon të ndryshojë. Bëni subscribe kanalin tonë në YouTube për të njoftuar vazhdimisht për videot motivuese që ne krijojmë.